Në këtë natë të gjuma mbrëmje, pra në të njëjtën mbrëmje, me agën hoshën dëgjoni rrëfim shumë interesant i cili të hap diapazonin e të kuptuarit dhe të menduarit. Në kohën e Sulejmanit a.s. një udhëheqës i drejt, një mbret i drejt i fuqishëm dhe pejgamber i Zotit, një zonjë e cila me mund të fuqishëm dhe me maksimumin e saj tentonte që të gjej paksa për t'u ushqej fëmijët e saj, 3 jetimat e mbetur. Tërë ditën ishte aq shumë e preokupuar me punë, saqë në fund ndoshta të grumbullonte një grusht me miell e t'ju përgatiste një bukë fëmijëve të saj. Derisa e përgatiti këtë dhe e shtini më një kese të vogël dhe po nisët ka fëmijët e saj, erdhi një erë e fuqishme, ja mori këtë qese prej duarve të saj dhe fluturoi në qiell dhe humbi gjithandej. Atë shumë u merakos sa që tha, o, Zot, tërë ditën punova dhe asgjë s'mbet për t'ju ushqej fëmijët e mi, e si do t'i futi në gjumë përderisa nuk kanë asgjë për të hëngër. Filloi të qaj dhe kështu kaloi një djalosh 10 vjeçar, i cili kishte emrin Sulejman. E pyeti, "Ç'u bën me ti, nën e dashur, dhe lokja ime, pse po qan?" "O biri im, kam punuar tërë ditën për një qese të miellit që t'ju jap fëmijëve të mi. E tani më era ma mori dhe ma gjuajti ose ma hudhi dikund në qiell. Dhe nuk di si t'i kthehem fëmijëve të mi." Djaloshi i tha, "Loke, pse nuk shkon të ankohesh kundër erës?" Tha, "Ku të ankohem kundër erës?" Tha, "Te mbreti i drejt, te profeti Daud a.s. Shkoi lokja me kënaqësi te dera e profetit, roja e hapi derën dhe i tha, "O profeti i Zotit, o mbreti i drejt, kam ardhur që të ankohem kundër erës tek ti, nga se ma mori qesën me miell dhe ma zhduki në qiell." Filloi të buzëqesh Daudi a.s. E kush mund t'i ankohet erës, më i zonjë, dhe urdhroi që t'i japin një qese me miell. Aq shumë e gëzuar filloi që të kthehet te shtëpia e saj, duke kënduar dhe duke qenë e lumtur. E takoi sërish djalin e vogël, i cili i tha, "Loke, ku shkon?" Tha, "Shkoj te fëmijët e mi t'ju jap këtë lloj mielli të cilën ma dha mbreti i drejt. Shumë falemnderës Zotit, me të vërtet mbret i drejt." Tha, "Jo, Loke, ai nuk t'ka dhënë drejtësi, po ai vetëm se të ka dhënë sadaka. Ktheu dhe thuaj se një djalë me emrin Sulejman të ka urdhëruar që të gjykosh me të drejtë edhe jo të më japish sadaka." U kthye lokja sërish dhe i tha, "O mbret i drejt, një djalosh me emrin Sulejman më ka thonë që të gjykosh me drejtësi, jo të më japish sadaka." U habit mbreti Daud duke i thënë, "Po ai djalë Sulejman është djali im, ma thirrni këndej." E thirrën djalin e tij 10 vjeçar dhe tha, "O baba, nëse ti dëshiron që të japish sadaka, është një çështje tjetër, e nëse dëshiron drejtësi, atëherë Zoti të ka dërguar pejgamber dhe ti duhet të kontaktosh me Zotin dhe të kërkosh drejtësi, po qoftë edhe kundër erës." Daudi a.s. u habit dhe tha, "Mbas kësaj me siguri fshehet një informat interesante." Tërë natën ra në sejdë, luti Zotin që t'i japë një sqarim për këtë. Atëherë Allahu xhaleshani ja dërgoi melekun Gjibrail a.s. ose Gjibrilin dhe ky i tha, "Nesër mëngjes, o profet Daud, merr ushtrinë tënde dhe dil në Bregdet. Do të vijë një anije e cila ka dhe posedon ari të plot." Doli Daudi a.s. me ushtrinë e tij, karshi një anijes e cila vinte nga Bregdeti i Egjiptit dhe ju tha, "Ç'u bë me ju? Pse po parkoheni në këtë Bregdet dhe kush jeni ju?" I than, "O profeti i madh i Zotit, o mbreti Daud, ne ishim në udhtim dhe në lundrim me anije një kohë të gjatë dhe kishim nevojë aq shumë për ushqim sa që e lutëm Allahun xhaleshanu, gati ishim duke vdekur. Allahu na e solli një qese nga qielli me miell, të cilën ne hëngrënëm dhe e falenderuam Zotin shumë. Dhe i tham, o Zot, nëse neve na jep ushqim, jemi të gatshëm 10% të arit ton të japim sadaka. Dhe tani jemi këtu afër teje dhe po të thuem, merr 10% nga ari jon dhe jepe sadaka kujt e duash, për shkak se Allahu na shpëtoi dhe na solli në këtë vend." Atëherë filloi të qesh Daudi a.s. dhe urdhroi që ta thirrin zonjën në fjalë dhe e sollën zonjën dhe i dhan 3 gurës të arit të mëdhej.
u habit aq shumë dhe duke kaluar për të shtëpia e saj e takoi sërish djaloshin Sulejman. Dhe ai tha: "Loke ime, të t'jap dikush sadaka nuk është ajo që të t'jap hakun, pra kërko hakun tënd përpara se të kërkosh sadakan." Ju, miqtë dashur, në këtë natë të këndshme, kërkoni hakun tuaj dhe mos u turproni prej saj përpara se të kërkoni sadaka prej dikujt. Mbeqët mirë dhe selame për ju.